në emër të Allahut, mëshiruesit mëshirbërësit. Sot pra do të zhytemi në historinë e një njeriu që i vetëm i doli përballë një bote të tërë. Po flasim për Ibrahimin, paqja qoftë mbi të. Jeta e tij është me të vërtetë një mësim e jashtëzakonshëm për besimin, për guximin dhe për atë që do të thotë ti dorëzohesh plotësisht krijuesit të vërtetë. Dhe kjo pyetje, në fakt, është në qendër të gjithë historisë së tij. Imagjinojeni pak situatën, i rrethuar nga një shoqëri e tërë që aduronte idhuj, statua, ai u ngrit krejt i vetëm. Dhe arma e tij nuk ishte shpata, jo. Arma e tij ishte diçka shumë më e fuqishme, logjika e thjellët dhe një zemër që e kërkonte me sinqeritet krijuesin e saj. Atëherë, le t'i hedhim një sy rrugëtimit të tij. Do të nisim me kërkimin e tij për të vërtetën. Pastaj, do të shohim si e përdori logjikën kundër idhujve. Do të ndalemi te prova e zjarit dhe sigurisht te sprova më e madhe. Më pas, do të flasim për rolin e tij si ndërtues dhe prijes dhe do ta mbyllim me trashëgiminë e tij të përjetshme. Pra, ku fillon gjithçka? Fillon në një shoqëri ku njerëzit, imagjinojeni, adhuronin statua që i kishin bërë vetë me duart e tyre. Dhe në mes të gjithë kësaj, le të themi errësire shpirtërore, ishte një zemër e re, zemra e Ibrahimit, që thjesht nuk gjente qetësi. Ai nuk pranoi të ndjekte verbërisht atë që bënin të parët. Jo. Ai nisi kërkimin e tij, një kërkim personal për krijuesin e vërtet. Ja ku jemi, në qetësinë e natës. Sytë e tij shohin qiellin dhe aty sheh një yll që vezullon. Natyrshëm i lind pyetja: a mund të jetë ky Zoti im? Por çfarë ndodh? Ylli perëndon, zhduket, dhe menjëherë logjika e tij jep përgjigjen: unë nuk i dua ata që perëndojnë, sepse krijuesi nuk mund të jetë diçka që zhduket. Ai duhet të jetë i përjetshëm. Mirë, kërkimi vazhdon. Pastaj, në qiell shfaqet hëna madhështore dhe përsëri e njëjta pyetje: po ky, a është ky Zoti im? Por historia përsëritet, edhe hëna perëndon, zhduket. Dhe pikërisht këtu, Ibrahimi kupton diçka edhe më të thellë. Ai thot: nëse Zoti im i vërtet nuk më udhëzon, atëherë unë do të jem prej të humburve. Ai e kuptoi se i duhej udhëzim nga lart. Dhe pastaj del dielli, më i madhi më shkëlqyesi nga të gjithë. Për një moment, me siguri mendoi: ky duhet të jetë. Ky është më i madhi. Por edhe dielli perëndon. Dhe ky ishte momenti final, momenti i qartësisë absolute. Ai kthehet nga populli i tij dhe deklaron me forcë: o populli im, unë jam larg, jam krejtësisht i pastër nga ajo që ju ja shoqëroni Allahut. Dhe kjo deklaratë e tij përfundimtare vulos gjithçka. Unë e drejtoj fytyrën time ka Ai që krijoi qiejt dhe tokën dhe unë nuk jam prej dhujtarëve. Shikoni sa e bukur. Përmes logjikës, përmes reflektimit të sinqert, ai arriti tek e vërteta. Ai u shkëput plotësisht nga besimi i gabuar që e rrethonte. Mirë, por pasi e gjeti këtë të vërtet brenda vetes, Ibrahimi nuk mund të rrinte duar kryq. E vërteta kërkonte të thuhej. Pra, erdhi koha për të vepruar. Tani fillon faza tjetër, përballja drejt për drejt me traditën e idhujtarisë, që ishte rrënjosur kaq thellë, si në familjen e tij, ashtu edhe te populli i tij. Dhe vini re pak mençurinë e tij në këtë qasje. Nga kush e nis? E nis nga njeriu më i afërt, nga babai i tij. Dhe fjalët janë të buta, plot respekt, por pyetja është therrse, e bazuar tërësisht në logjik. O baba im, pse adhuron diçka që as nuk dëgjon, as nuk sheh, dhe që nuk të ndihmon dot me asgjë? Kjo pyetje në fakt godet në zemër të besimit të tyre. Dhe ja ku e shohim përplasjen mes dy botëve, dy mentaliteteve. Nga njëra anë, pyetja logjike e Ibrahimit: po mirë, çfarë janë këto statua që ju i adhuroni me kaq përkushtim? Nga ana tjetër, përgjigja e popullit, e cila është justifikimi vetëm që kishin. Po, kështu i gjetëm që parët tanë duke i adhuruar. Këtu duket qartë, apo jo, dallimi mes kërkimit të së vërtetës dhe ndjekjes së verbër të traditës. Po, përballë një justifikimi kaq të brisht, përgjigjja e Ibrahimit ishte e prerë, pa asnjë kompromis. Vërtet edhe ju, edhe baballarët tuaj keni qenë në një humbje të qartë. Ai nuk la asnjë vend për dyshim. Vuri një kufi të prerë mes besimit të vërtet dhe gabimit të trashëguar brez pas brezi. Por siç ndodh shpesh, fjalët nuk mjaftuan për të zgjuar një popull që ishte, le të themi, i përgjumur në traditën e tij. Kështu që Ibrahimi vendosi të bënte diçka drastike, një demonstrim fizik për t'u treguar se sa të pafuqishëm ishin idhujt e tyre.
dhe ky akt i jashtëzakonshëm guximi do ta çonte drejt sprovës së zjarrit. Plani i Ibrahimit ishte thjesht briljant. Çfarë bëri? Kur populli nuk ishte aty, ai hyri dhe i theu të gjithë i dhujt, të gjithë, përveç atij më të madhit. Kur njerëzit u kthyen dhe natyrisht e akuzuan atë, ai me një ironi të hollë u tha: "Unë? Jo, këtë e ka bërë ky, i madhi. Pyeteni atë nëse mund të flas." Me këtë lëvizje, ai i futi në kurth. I detyroi të pranonin vetë me gojën e tyre se këto statua nuk flasin, dhe kështu u shembi vetë themelin e adhurimit të tyre. Tani, kur u mposhtën nga logjika, kur nuk kishin më asnjë argument, çfarë mbeti? Vetëm zemrimi. Në vend që të reflektonin, ata zgjodhën dhunën. Vendimi i tyre ishte i tmerrshëm. Digjeni atë dhe ndihmoni zotat tuaj. Kjo ishte përgjigjja e tyre brutale përballë së vërtetës. Dhe pikërisht aty, në kulmin e sprovës, në zemër të zjarrit, vjen ndërhyrja hynore. Allahu nuk e shuajti zjarrin. Jo, ai i dha urdhër direkt zjarrit: "O zjarr, bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin." Imagjinoni pak, me urdhrin e krijuesit, zjarri humbi aftësinë për të djegur. Ishte një mrekulli e qartë, një demonstrim i fuqisë absolute që i përket vetëm Allahut, i cili e mbrojti robin e tij besnik. Pasi i shpëtoi nga zjarri, Ibrahimi u largua, emigroi duke lënë pas atë popull. Pas shumë vitesh lutje, Allahu e bekoi me një djalë në pleqëri, Ismailin. Ishte gëzimi më i madh i jetës tij, por pikërisht brenda këtij gëzimi të pamas, fshihej sprova më e madhe e jetës tij, një test i bindjes dhe dorëzimit absolut. Vetëm daluni dhe përfytyrojeni këtë moment. Një baba që urdhërohet në ëndër të flijojë djalin e tij të vetëm, të shumë pritur. Me zemër të coptuar por me besim të patundur, ai flet djalit: "O birin, kam parë në ëndër se duhet të flijoj." Dhe përgjigjja e djalit është po aq e jashtëzakonshme, një dëshmi e besimit të thellë: "O baba im, bëje atë që je urdhëruar, do të më gjesh me lejen e Allahut prej turimtarëve." Dhe në momentin kur të dy, baba e bir, ju dorëzuan plotësisht këtij urdhri, kur Ibrahimi ishte gati të kryente veprën, pikërisht atëherë vjen thirrja nga qielli: "O Ibrahim, ti e përmbushe ëndrrën." Sepse prova nuk ishte te vetë akti, te gjaku, prova ishte te dorëzimi plot i zemrës. Dhe sprova ishte kaluar me sukses. Dhe natyrisht, me kalimin e sprovës vjen edhe lehtësimi. Allahu në mëshirën e tij të pafundme e shpërbliu këtë dorëzim absolut. Ai e zëvendësoi flijimin e djalit me një kurban, një dash të madh. Dhe kështu, ky akt i jashtëzakonshëm i bindjes u përjetësua, duke u bërë një ritual i shenjtë për të gjithë brezat që do të vinin pas. Mirë, pasi kaloi këto sprova të jashtëzakonshme, misioni i Ibrahimit hyn në një kapitull të ri. Ai nuk ishte më vetëm një shembull personal besimi për veten e tij. Ai u bë një ndërtues, një prirës, njeriu që do të ngrinte themelet e një qendre shpirtërore për të gjithë njerëzimin. Imagjinojeni atë skenë, teksa ngrinte me duart e tij, bashkë me djalin e tij Ismailin, themelet e Qabes. Dhe lutja që bënte tregon një përullësi të pashoqe. O Zoti ynë, pranoje këtë vepër prej nesh, dhe na bëj ne dhe pasardhët si tan një popull të dorëzuar ndaj teje. Pra vizioni i tij nuk ishte thjesht për muret e një ndërtese, por për ndërtimin e një bashkësie njerëzore të bashkuar në adhurimin e Zotit të vetëm. Atëherë le ta përmbledhim, çfarë mësimesh ka për ne sot kjo histori kaq e madhe? Sepse trashëgimia e Ibrahimit nuk është thjesht një tregim i lashtë, apo jo, ajo është si një busull e përjetshme që vazhdon të udhëzojë njerëzimin edhe sot e kësaj dite. Ja thelbi i trashëgimisë së tij në disa pika kyçe. E para, e vërteta nuk varet nga sa njerëz e ndjekin. E dyta, idhujt mund të jenë çdo gjë që vendoset mbi krijuesin. E treta, besimi i vërtet kërkon sakrificë, kërkon dorëzim. Dhe ndoshta më e rëndësishmja, Allahu nuk i braktis kurrë ata që mbështeten tek ai. Prandaj ai përshkruhet si Hanif, domethënë i pastër në besim, i larguar nga çdo gënjeshtër. Dhe për gjithë këtë Allahu e bëri atë një imam, një prirës, një shembull për të gjithë njerëzit. Dhe kjo histori na lë të gjithëve me një pyetje shumë të thellë për të reflektuar. Ibrahimi theu idhujt e bërë prej gurit të drurit. Po mirë, cilët janë idhujt e kohës son moderne që sfidojnë besimin ton? Ashtë pasuria? Statusi? Ideologjitë e ndryshme? Apo thjesht dëshirat tona? Pra pyetja mbetet, çfarë sfidon sot dorëzimin ton të plot ndaj krijesës? لكن
كسر الظلم